Plaset fabula e dytë në ekran, Radio. Super përgjusi Porti Durrësit Kulla, në mediat shqiptare, në fillim të javës, të gjithu morën që është ky përgjus, dorën këta investigatorë. Po sakto që kanë... Po pra po, nuk u kuptua asgjë. Si ta më thënë? Ta sqaroj. Po qa ishte më valla? Ja ta sqaroj. E para njëherë, nuk ka lidhe fare, se u tha, jo shërbimi italian, jo agentit italian, nuk ka fare lidhe fare. Se këtë dëgjova dhe unë. Po s'ka lidhe fare. Nuk janë shërbime. Pare që ta sqaroj mirë që s'ka lidhe. E dyta, bëhet fjalë, jo për përgjus, po për mjetet teknike, të cilat në momentin... Jo, po, ta shpjegoj se si ndodhë, nuk po t'ull. Pra, që të bëj unë ty? Unë vi... Jo, kur s'është përgjus, ta thoj qa është. Kur i emrin. Ta them, përgjus është, po jo kështu si që bëjnë këta. To quhen përgjime ambientale, dhe që të bëj unë, për shumë. E zëmë se do jesh ti në anije dhe nuk ke internet. Po. Dhe ta jap unë Wi-Fi në ty. Po. Ta jep anija, për shumë. Po. Dhe unë kam një lloj aparati, Po. në cilin unë të vi ty të duket si kur përfutesh të Wi-Fi I anijes, po de facto është Wi-Fi, është ai kompjuteri im, dhe të futem të telefoni dhe t'i shkarkoj gjitha gjërat. Tani, për qa teknikisht se si ndodhë, pra, të shpjegova. Pse kjo nuk ishte tamam, kjo që ka ndodhur, more, si shembull të Wi-Fi. Më them se ku ishte qëllimi, ka qenë një operacion që do të ishte. Po, atëherë ç'a ndodh, pse të them së shërbimi që ta kuptoj. Pse së shërbimi? Po ta shpjegoj. Jepi. Bëhet fjalë për 2 operativ të Guardia de Financës që punojnë me antidrogën në Milano dhe me urdhër të DDA-s, pra të Drejtorisë Investigative Antimafia të Milano, sepse antimafia në Itali është ndarë me rajone, pra Prokuroria Antimafia e Milanos, Prokuroria Antimafia e Barit, Prokuroria Antimafia. Pastaj ka dhe një koordinator nacional që është në qendër në Rom, pa i nuk merret me operacione. Me rajone merret me operacione. Po. Tani, janë ndaluar këta 2 oficerët e financës, të cilët kanë ardhur me një anije dhe do ktheshin me anije tjetër, sepse ato veprimin operativ do ta bënin brenda në anije, ku do ishte subjekti apo subjektet për cilët ata ishin të interesuar. Me ta ishte edhe një teknik. Çfarë është tekniku? Tekniku është një që punon për një kompani private, e cila bën shërbimet për prokuroritë e rretheve, pra për prokurorinë e Milanos. Ka kapë një tender ai. Po jo, i bëjnë ata kontratat, janë kompanitë specializuara, cilat merren me këtë punë. Me tender se dia pa tender. Un appalto. Domethënë, po, është një appalto që. Po, është një appalto, patjetër, po. Dhe ai është një teknik që merret me këto me veprimtaritë përgjuse, i kompanitë cilin e merr prokuroria. Tashi, prokuroria që ta marri këtë, që kompania të marri lekët, prokuroria duhet të bëjë një veprim të autorizuar. Pra prokurori bën një veprim të autorizuar, me cilin niset për shembull non-oficer filani dhe non-oficer Y-ni. Po. Që shkojnë me kompaninë filan, e cila jep teknikun filan, dhe i thotë ky është buxheti që ju keni marrë, dhe do shkoni të bëni udhtimin. Qëllimi i objektivit, pra në atë që bën prokuroria, qëllimi i objektivit është që të përgjohet për shembull Arjan Çani ose Ilir Ku. Qartë. Po. Tani, kur ndodh kjo gjë, normalisht kur lëvizin nga një vend tjetër, ata nëpërmjet drejtorisë koordinative të Interpolit që ka në Rom, që quhet Interpol Roma, ata njoftojnë thotë filan operativ dhe filani thotë do vinë për shembull në Shqipëri. Po edhe? Po nëse ata veprimtarim përgjuse, nuk do ta bëjnë në territorin e Shqipërisë. Ata kanë ardhur mëngjes, kanë ikur darkë ose kanë ardhur. Pse s'kan ndonjëherë disa kohë? Jo më burr as 10 orë bëhet fjalë. Koha kanë ardhur me një anije dhe janë kthyer me tjetër. Seriozisht e ke? Po more, po ta shpjegoj me. Kaq shkurt kanë ndonjëherë. Po ta shpjegoj me detaje. Pra çështja është që ata e kanë njoftuar. Kjo është arsye pse kur janë kryqëzuar letrat e Interpol Romës me zyrën e bashkëpunimit ndërkombëtar të Policinë e Shtetit, ka rezultuar që ka një shkëmbim informacioni për këtë gjë, por ata nuk kanë bërë veprimtari operative përgjuse këtu. Kanë pas në plan dhe nuk e dinë se kanë bërë apo jo, ta bëjnë në traget. Ka ndërhyrë policia kufitare që thotë ju se keni këtë ashtu dhe ka bllokuar prokuroria e Durrësit atë aparatin. Po. Pra është bllokuar aparatin. Po, e ka prokuroria e Durrësit e cila vazhdon. E ka akoma. Po, e ka në dijenin time ka 2 ditë, domethënë para 2 ditësh,
e kanë. Pastaj, ata kanë hyrë për tragedit dhe janë këthy, kanë vazhdu rrugën. Nuk ka as procedim penal, asgjë. Janë duke verifikuar ato të dhënat që unë të thash ty tani, a është këshu, dhe do qënë letrat. Dhe në fund fare, pastaj do të japin atë qash ajo atë valigjen që i kanë bloku atje, dhe do të këthen Itali, sepse ajo është e kompanisë private. Shtetasit italian, të cilët u ndaluan, u verifikuan, nuk ka as ndalim, as dëbim, as arrestim. Por këta shtetat qa ishin pa? Ishin të antidrogës? Këta është pra 2 oficerë të antidrogës, jo non-oficer, operativ, po të Milanos, edhe ky i kompanisë private. Dhe ata kanë ardhur me një tragedë dhe do ktheshin me tragedin tjetër, sepse këshin informacion që subjekti filan do të hynte në tragedë, do të përgjonin gjë që ata bëjnë për ditë sepse ania ishte italiane, dhe ata ndjen vetë në territori italian, ujra ndërkombëtare, mund të bëjnë atë aktivitet. Tani, a është e vlefshme, a s'është e vlefshme, një gjë ditë them unë ty. Përgjimet, nëse bëhen pa urdhër prokurori, nuk kanë vlerë. Po kjo kishe urdhër. Po sigurisht se ndryshe si do paguheshin këta. Pra, prokuroria e Milanos ka autorizuar veprimtarinë e këtyre, prandaj thash nuk është shërbim inteligjent, është veprimtari e policisë gjyqësore, ta janë non-oficerët policisë gjyqësore në dispozicion të prokurorisë Milanos për një iksetim të caktuar dhe ai tjetri është punonjës si një kompanie private e cila bën këto shërbime për prokurorinë e Milanos. Ktu është e gjitha. Mirë, është krijuar një kaos i jashtëzakonshëm sepse ne kemi qef bëjmë skandal duke thënë gjëra që s'ka lidhje fare. Nëse një gjë është që i lidh të gjithë gjërat, gjithë ato që janë thënë. Pra budalliqe që të mëdha janë thënë. Po ndërkohë një gjë është e vërtetë që ai aparati, kjo valigje që thua ti, kisha anë për të përgjuar dikë apo jo? Po more, në tragedë kanë drejtë të përgjigjen, se ka veprimtari. Po nuk më the një detaj kulla. Në qoftë se ajo valigja, le ta quajmë valigje këtë përgjusin, ka ardhur nga është nisur ania një. Është nisur nga Italia, do kthej në Italia. Nga Italia, pra nga Bari. O nga Bari o nga Ancona, diçka tillë. Ç'n si ka? Pra ajo është nisur nga Italia, ka ardhur në Durrës. Fakti që e kanë kapur tregon që ajo ka zbritur në tokë pra. Ore ka zbrit makina dhe është rifutur prap. Është kapur në kufi pra, në pinë kufitare. Po pra, po siç ka zbritur, është futur, nuk e se makina ka ikë për shembull ka net një javë në Tiranë. Me të njëjtin tragedë që ka ardhur, me të njëjtin tragedë. Po një sekondë, pse duhet që makina me valigjen të futet një herë territorin e Shqipërisë dhe pastaj të kthehej prapë? Nuk ka hyrë derri dhe dosat, i thotë do i hyri valigja. Ai s'ka bërë aktivitet. Ata kanë qenë me letra të shoqëruar, kanë informuar që do jenë Shqipëri për aq orë sa kanë kthy, që kanë qenë dhe janë kthy. Tani fali sekond. Valigja thua ti nga informacionet që ke, është akoma në ka prokuroria e Durrësit. E Durrësit. Po, ka bllokuar ato dhe kanë bërë letra. Tani këtu kam një pyetje, unë që është komplet në rrafshin e hipotezave. Po. Në tilla raste kulla, duke qenë se nuk ka info, se kjo ishte një operacion sekret apo jo, nuk është ishte publik. S'ka asnjë detyrim ata të na japin informacione. Këtu prokuroria e Durrësit edhe policia e shtetit duhet të jepë një informacion. Dhe ata pasi janë përballur me faktet që unë përmend aty, kanë pa që s'ka asgjë. E kuptova pra. Tani një sekond, tani kjo çështje normalisht nuk mund të mbetet në nivele të ulta apo jo, te shefi policisë, te shefi të një prokurori thjesht apo jo. Tu tani pyetja është, tani këtu është spekulim nga ana ime, po ti mos na rrezon më një herë, mundohet të arsyetosh. Prokuroria e cila dihet që është në përgjithësi në Itali, ti vetëm ke thënë mua që ata spjerdhin zakonisht për. Jo, janë ata, jo qeverinë ashtu, janë institucionet më i fortë të shtetit. Bravo. Pra, normalisht Meloni për shembull, në momentin që e merr këtë sinjal. Se di fare Meloni se ç'bëhet. Maksimumi këtu ambasadori i Ministrisë së Jashtme shkojnë verifikojnë letrat dhe thotë ku është, çfarë marrëveshjesh kemi dhe ata i çojnë letër për shembull prokurorisë, thonë herës tjetër bën një aktivitet duhet. Pse Ramsi 4 nuk është fare ndjeni thua ti? Për këtë. Pas ti mendon se prokurori Milanos pyet kryeministin e Shqipërisë për veprimin? Jo, është ndjeni të kësaj gjëje. Po e ka informuar normal policia gatu. Dhe Ramsi 4 për tani për qef, ja u kthen italianë valigjen e përgjimit apo jo? Se ka më vëllai ka prokuroria. Është një kompani private, prokuroria duhet t'japi sepse të hedhën gjyqjet apo s'të. E ka prokuroria, më nuk kanë bërë aktivitet. Pra, nëse ke aktivitet palishëm territorit. Je fut me një përgjim të thonë. Po unë jam fut me një gjë teknike që unë mund të të përgjigj ty dhe me telefon, po unë nuk të kam bërë ty veprimtari spionazhi në vendin. Po pse ka ardhur Shqipëri me valigje? Kam dashur sepse nga vendi jot vjen droga dhe unë jam vënë pas një grupi i cili ka kaluar në tragedë dhe futet në territorin tim, dhe unë kam bërë punë operativ, se ty do të jap llogari ç'bëj unë tragedin me flamur italian dhe në vendin tim. Ka që është e thjeshtë. Ose ti më dëshmo që unë kam bërë aktivitet në vendin tënd, moment që unë s'kam bërë aktivitet në vendin tënd, nuk bëj punën time. Ç'a?
Marrëveshje ka, të dyja policit janë të lidhura kështu, nuk janë vetëm policit, po janë dhe prokuroritë të gjithë të institucionet tjerë. Ti Guardia e Financës e ke durrës, e ke mblorë, e ke ditën për diell. Nëse kulla, e marrin dot veshen në ditët që vijnë, nëse kjo varixhe do mbetet tua apo do kthehet? Po unë them që e marrin vesh, po të shohim. Kemi informacione. Ti si filo italian që je i papar për shkakun. Kemi shumë. Se në Itali informacionet janë publike, nuk është se Tani, jo të gjitha apo. po këto lloj informacione që kanë bënë me prokurit të bëjnë gjitha publike, herët avonë çan të dalin gjitha se thash këto kur autorizohen veprimtari të tilla që e kuptova, gjyqësore, bëhen me urdhër prokurorit dhe me vendim gjykate. Pra ti thua nuk ka bërë asnjë veprim valizja, nuk është hapur për të përgjuar. Po s'mundet ta shpjegoj edhe një herë. Jo, kemi kohë. Nëse Po ka bërë s'ka bërë. Jo Morçan, sepse nëse unë do ta bëj këtë gjë, pra e zëm se unë erdha oficeri i Guardia e Ju Financës. ka ikur huq domethënë atyre. Ore më dëgjoj pak. O ju doli huq tyre. Nëse unë erdha unë si oficer i Guardia e Financës, të bëj përgjim të palishëm në Shqipëri. Nuk është i parishëm, pra ka marrë leja ata. Po më fal pra, kjo po ta zej me supozim. Qofse unë vi si oficer i Guardia e Financës të bëj përgjim palishëm në Shqipëri, prokurori Milano nuk e përdor dot këtë përgjimin. E di pra. Kështu që për ta bërë këtë përgjimin, unë duhet të kem autorizimin e prokurorit dhe prokurori Milanos ja jep atij autorizimin për territorin italian. Dhe anija me flamur italian quhet. Pra përgjimin atëve, ti mos thuaj nuk është bërë, mund të jetë bërë përgjimin në Po në anija unë se di është bërë, s'është bërë, e zbardha ajo prokuroria e Durrësit, aty e kanë kompjuterin. Po unë nuk mendoj që është bërë sepse ata kishin planifikuar ta bënin tek trageti që do ktheheshin me ato që u kthyn dhe këta e bllokuan makinerin kaq. Jam shumë kurioz të di vazhdimin e kësaj fabule, shumë interesante. Do ta gjë. Plasim fabulën e tretë në ekran, Ledio. Çfarë